بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Të gjitha falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut te bareke ve teala, sidomos për këtë mirësi e cila është arritja e muajit të Ramazanit. Pastaj agjerimi I këtij muajit, e pastaj falja e natëve të këtij muajit. Falënderimi I takon Allahu xhalla xhelaluhu, I cili na mundsoi që të arrijmë gjysmën e tij. Dhe lutim Allahun xhalla xhelaluhu të na jap shëndet edhe mirësi që ta përfundojmë këtë Ramazan ashtu siç është Allahu te bareke ve teala I kënaqur me neve. Nga se besimtari për dallim nga tjerët kënaqësitë që I ka lidhen drejt për drejt me Allahun te bareke ve teala dhe lidhen drejt për drejt me botën tjetër, lidhen drejt për drejt me xhenetin. Thot Allahu xhalla xhelaluhu në surën Yunus: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu." Thuaj me mirësinë e Allahut. Thuaj me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e Tij, me këtë le të gëzohen njerëzit. Fabidhalika falyafrahu. Pse më gëzo me mëshirën e Allahut edhe me mirësinë e Allahut? Huwa khairun mimma yajma'un. Ka se vetë Allahu na tregon që mëshira e Tij, rahmeti I Tij, dini I Tij, Kur'ani I Tij, suneti I Tij, Ramazani, xhamia, taravih, agjerimi, krejt këto janë më të mira se sa gjithçka tjetër që mbledhin jo besimtarët. Huwa khairun mimma yajma'un. Krejt që mbledhin njerëz për kësaj dynjas, veç një mirësi që ka të bëjë me ahiret është më e mirë se sa krejt ato. Për atë arsye falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, I cili na ka mundsuar me u gëzu me këto mirësi të Tij. Pastaj të nderuar vëllezër, tema për cilën do të flasim shkurtimisht sot janë ajetet e agjerimit. Zbërthimi I ajeteve të agjerimit. Të shohim se çka ka të ajetet e agjerimit në surën Al-Baqara, në faqen e 28 dhe 29, 5 ajete gjithsej që janë, çka kanë ato ajete prej gjykimeve të ndryshme, edhe prej vlerave dhe mirësive të ndryshme. Edhe pse është gjysma e Ramazanit, njeriu ka nevojë prapë që të meditojë edhe të lexojë. Nga se ju e dini që sunet është edhe jashtë Ramazanit njëri me bo hatme, sa ma shumë. Sa që djetarë thëjnë është sunet me bo një hatme çdo muaj, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu I ka porositë sahabit shokët e tij. E ajetet nuk janë që mund m'ju bo njerit bajat, nëse lexohen sa ma shpesh ose nëse përsëritën. Përkundrazi, sa herë njeri të lexon fjalën e Allahut azza wa jall, kupton diçka të re, të mëson diçka të re, mediton pak më shumë rreth atyre ajeteve. I çelet zemra e tij duke u mundu me meditu fjalën e Allahut te bareke ve teala. Ato ajete gjithsej janë 5 ajete, janë njëra mas tjetrës në gjuzin e dytë në surën Al-Baqara. Në ajetin e parë këtu thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besuar. Edhe kjo vetëm vetë është kënaqësi, edhe gëzim, me di që Allahu xhalla xhelaluhu po drejtohet ty I cili ki iman në zemrën tënde. Po thot ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: "Idha sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladhina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kur ta dëgjosh Allahun duke thonë Kur'an, o ju të cilët keni besuar, hapi vesh mirë, dëgjoj mirë. Fa innahu khairun tu'maru bihi aw sharrun tunha anhu. Nga se ai ose është një hajër për cilin Allah po të thirrë dhe po të urdhnon me të, e ti duhesh me ju përgjigj, ose është një sharr për cilin Allahu xhalla xhelaluhu po të largon ty edhe si duhesh me u ndalu dhe mu largu prej tij. Pra Allahu na thret: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besuar. Dhe na thot: "Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum", ju është bërë obligim juve agjerimi, sikurse që ka qenë I obliguar edhe për njerëzit para jush. Tash këtu do të ndalë edhe me mendu kush janë këta njerëz që kanë qenë para nesh. Kush e ka pas agjerimin obligim sikurse që e kemi edhe ne sot. Thonë dietarët për tyre sahabit shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që agjerimi ka qenë obligativ për ahlul kitab, pasuesit e 2 librave, Teuratit dhe Injilit, për jahudit dhe krishterët. Janë disa transmetime tjera që thonë që ka qenë obligim vetëm për krishterët. Dhe ka transmetime tjera të cilat thonë se agjerimi ka qenë obligim për mbar njerëzimin, për gjithë njerëzit. Kështu që Allahu me këto fillimisht na tregon që agjerimi nuk është I vështirë.
Agjerimi nuk është i paarritshëm. Agjerimi nuk është diçka që ka mundësi besimtari me bë. Ku pe kuptojnë ata, çysh mësojnë ata? Allahu po na thot krejt njerëz para juve kanë bë. Atëherë dhe ju do të më agjeru. Ka sa agjerimi është i lehtë. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kur është bë obligim ky agjerim? Është bë obligim në vitin e dytë të hijretit. Kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Agjerimi dhe disa obligime tjera shariatike, siç është hijabi, shamia për gratë, dhe disa agjerime tjera, disa ibadete tjera, adhurime tjera, sikurse është xhihadi dhe disa tjera, janë bë obligim në Medinë, jo në Mekë. Ndërto është edhe agjerimi. Agjerimi është bë obligim në vitin e dytë të hijretit. Fillimisht besimtarët para se të agjerojnë muajin e Ramazanit i kanë agjeruar 3 ditë të çdo muaji, së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pastaj ka khilaf këto 3 ditë kanë qenë obligative apo vetëm të pëlqyeshme të agjerohen. Ndërsa dita e Ashurës, Ashura, dita 10 e muajit Muharram ka qenë ditë obligative, të cilën e kanë agjeruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po edhe shokët e tij, sahabit e tij. Për çfarë shkaku është bë obligim ky agjerim? Thot Allah xhalla wa ala la'allakum tattaqun. Në mënyrë që ju të arrini devotshmërinë edhe takvallëkun përmes këtij agjerimit. Si arrihet takvallëku? Si arrihet devotshmëria përmes agjerimit? Në mënyra ndryshme. Ndërto, fillimisht njeriu i përgjigjet thirrjes së Allahut te baraka ve teala. E që është mirësinë vetën e saj, që Allah kur të thret në diçka të me ju përgjigj. Kutiba alaykumus siyam, ju është bë obligim ju agjerimi, agjeroni. Unë po i përgjigj në Allahu xhelaluhu te Allah te baraka ve teala në surën An-Nur, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Besimtarët e vërtet, besimtarët e mirë, besimtarët e shpëtuar në dynjë dhe në ahiret, janë ata që kur i vjen ndonjë gjykim prej Allahut apo prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata thonë sami'na wa ata'na. Kemi dëgjuar dhe jemi bindur. Pra mjafton që njeriu e dëgjon fjalën e Allahut dhe i bindet atij. Kjo është mirësinë vetë dhe me këto gëzohet besimtari, që ju ka përgjigjë Allah te bareke ve teala. Kjo dërgon tek takvallëku. Për shkak se Allah xhalla xhelaluhu në këtë agjerim na i ka ndaluar disa gjëra që parimisht janë të lejuara. Na ka ndaluar ushqimin i cili është i lejuar, pijet të cilat janë të lejuara, marrëdhëniet intime të cilat janë të lejuara parimisht. Krejt këto kur i lën njëri për hir të Allahut te bareke ve teala, afrohet tek Allahu xhalla xhelaluhu më shumë, edhe kjo bëhet shkak që me pas në zemrën e tij imanin më të madh dhe me arrit takvallëkun. Pastaj agjeruesi duke agjeru e ushtron edhe e edukon veten e tij, nefsin e tij me një ndjesi që është ndjesi që do të më pas gjithmonë. E që është ndjesia që jeni në përcjelljen e Allahut te baraka ve teala. Ai i cili agjeron ka mundësi që të ushqehet, ka mundësi që të pin diçka, ka mundësi që të bën marrëdhënie intime gjatë ditës Ramazanit ku nuk e sheh kërkush. Po subhanallahu ka ndjenjën e përgjegjësisë, ndjenjën që Allahu xhalla xhelaluhu është duke më shikuar edhe është duke më përcjell, edhe kjo bëhet shkak që imani i tij më urrit. Kjo është e kërkuar gjithmonë, jo vetëm në Ramazan. Po ashtu edhe njeriu i cili është i pasur, i cili nuk e din se çka është varfëria dhe çka është nevoja, në Ramazan kur e sheh se si jetojnë njerëz të tjerë pa ushqim dhe pa pije dhe me vështirësi të shumta, e kupton që siç janë ka gjendja atyre dhe kjo bëhet shkak që imani i tij më urrit. Pastaj në ajetin vem Allahu xhalla xhelaluhu na përgëzon prapë në fillim të ajetit. Na thot ayyaman ma'dudat. Thot këto ditë Ramazanit janë ditë të pakta edhe të numëruara. Edhe kjo është mirësi për Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe kjo është përgëzim. Këto ditë nuk janë vite me radhë. As nuk janë muaj një mas një. Po janë ditë të pakta, e që 29 ditë ose 30 ditë. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu thot faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. E bën edhe një lehtësim tjetër për disa njerëz, disa kategori të njerëzve që janë njerëzit e smut, edhe njerëzit që janë udhëtar. Allahu xhalla xhelaluhu tregon që këta njerëz nuk e kanë për obligim agjerimin nëse i pengon, por ata duhet që t'i shpaguajnë ato ditë me ditë tjera jashtë Ramazanit. Kur i shpaguajnë këto? Kur Allahu xhalla xhelaluhu u ja kthen shëndetin e tyre, edhe kur Allahu xhalla xhelaluhu i kthen në vendin e tyre, në shtëpinë
e tyre. Edhe kjo është mirësi dhe përgëzim prej Allahut Xhelaluhu. A lejohet që këto ditë të agjerohen, pastaj të bëhen kaza që thojmë ne? Për shembull, nëse dita ka qenë e Ramazanit e gjatë, pastaj të bëhet me një ditë shkurt dimrit, po lejohet. Edhe nëse dita ka qenë e nxehtë, e pastaj të bëhet kaza me një ditë tjetër që është e ftohtë, edhe kjo lejohet. Edhe kjo është prej lehtësisë edhe mirësisë së Allahut te baraka wa taala. Agjerimi i ka kalu disa periudha si obligim. Fillimisht kur është bë obligim agjerimi, është bë obligim që të agjerohet, ose nëse nuk dën dikush me agjeru, vetë nuk ka dashur të me agjeru, ka thonë jo s'po agjeroj, e ka pas një mundësi tjetër, një zgjidhje tjetër, e që është ushqimi i një të varfërit për çdo ditë. E kjo pastaj e shohim se është deroguar me disa me ajetin tjetër i cili vjen në vend. Për atë arsye Allahu xhalla xhelaluhu thot në këtë ajet: "Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ata të cilët kanë mundësi të agjerojnë Ramazanin, por nuk dojnë me agjeru, ata kanë një shpagim që është ushqimi i një të varfërit për atë ditë e cila nuk është agjeru. Kështu ka qenë gjykimi fillestar. Këto thash që pastaj Allahu xhalla xhelaluhu ka deroguar. Faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lah. Është obligim që ka qenë obligim që një njeri të ushqehet për një ditë. Allahu thot nëse dikush për atë ditë që nuk e ka agjeru, e ushqen edhe më shumë se sa një miskin, 2 miskina ose 3 miskina, thotë kjo është më e mirë për ta. Nga se në fenë tonë e dim që Allahu xhalla xhelaluhu na nxit me bëj vepra të mira. Edhe nuk ka të keqe nëse njëri shton edhe bën vepra të mira më shumë, siç thot Allahu xhalla wala në surën Al-Hajj: "Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum." O ju të cilët keni besuar, bini në ruku, bini në sejdë, adhuroni Zotin tuaj, waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Edhe bëni vepra të mira sa më shumë në mënyrë që të shpëtoni tek Allahu xhalla xhelaluhu. Kushdo që ka pas mundësi me ushqim më shumë se sa një të varfër, kjo ka qenë e mirë edhe e pëlqyer tek Allahu xhalla xhelaluhu. Prapse Allahu edhe pse u ka jep këtë liri të zgjedhjes, nëse dojnë me agjeru ose nëse dojnë me shpagu, fund ka thonë wa an tasumu khayrun lakum. Po nëse ju agjerani, ajo është më e mirë për juve. Më mirë është me agjeru se sa me shpagu agjerimin me ushqim. Ajeti i radhës është ajeti në cilin përmendet zbritja e Kur'anit. Edhe përmendet muaji Ramazanit me emër Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ky muaj Ramazani, i cili është muaji i 9 në kalendarin hijri, për cilin flet Allahu xhalla wa ala në surën At-Tauba, ku thot inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Këta muaj janë 12 muaj në librin Allah te bareke ve teala, që është kalendari hënor, kalendari i muslimanëve. Muaji i 9 është muaji i Ramazanit, që është mesin e Shabanit dhe Shawalit. Këtë muaj Allahu xhalla xhelalu tregon se ka zbritur Kur'ani, dhe nuk na tregon se ka zbritur Kur'ani gjatë ditës apo natës së tij. E tregon vetëm muajin, është Ramazan, muaji i Ramazan. Ndërsa kur ka zbrit na tregojnë disa ajete tjera, ajeti i surës Ad-Dukhan dhe ajeti i surës Al-Qadr. Thot Allahu xhalla xhelaluhu inna anzalnahu fi lejletin mubarakah. Ne kemi zbritur atë në një natë të bereqetshme. Do të thonë Kur'ani ka zbrit në qiellin e dynjas natën. E që është nata e Kadrit. Fi lejletin mubarakah, në një natë që ka bereqet. Inna kunna mundhirin, ne jemi paralajmërues. Po ashtu në surën Al-Qadr Allahu xhalla xhelaluhu thot inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbritur atë në natën e Kadrit. Është për qëllim zbritja e Kur'anit prej Al-Lawhul Mahfuz, ku është shkruar i gjithë Kur'ani, mbi qiellin e 7, ka zbrit në qiellin e dynjas, brenda kësaj nate. Dhe po ashtu ka filluar zbritja e ajeteve të para të Kur'anit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë natë, në natën e Kadrit. Ky Kur'an Allahu thënë vazhdim është huden linnas, i udhëzon njerëzit për punë të mira, i udhëzon njerëzit për punë të mira dynjas edhe të ahiretit, i udhëzon njerëzit për nevojat e tyre të dynjas edhe nevojat e tyre të ahiretit. Wa bayyinatin min al-huda wal furqan, po ashtu e qartëson të vërtetën plotësisht. S'ka mundësi Kur'ani me lënë në vend për dyshime. Jo, Kur'ani të vërtetën e tregon të vërtetë, ashtu siç është deri në fund, nuk ka mundësi me pas dikush dyshime. E po ashtu është edhe wal furqan, e dallon edhe ndan të mirën nga e keqja. E dallon e ndan islamin edhe imanin prej kufrit edhe prej shirkut edhe prej nifakut. E dallon sunetin prej bidatit.
e dallon xhenetin prej xhehenamit, e dallon xhenetlit prej xhehenemlive, vepra të mira prej veprave të këqija, kështu me radhë. Kurani është i qartë. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu urdhëron drejt për drejt, edhe e deragon ajetin përpara që ka. Thot faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kush do prej jush që e arrin muajin e Ramazanit, le ta agjëroj atë. A i bjen këtë që gjithë cilë të arrin e kam patjetër obligim që ta agjërojnë muajin e Ramazanit? Po, nëse nuk janë prej njerëzve që Allahu xhalla xhelaluhu i ka liru. Kujt i obligohet ky agjërim? I obligohet disa njerëz të cilët i përmbushin kushtet në vend. Fillimisht do të jenë besimtarë, ta kenë Islamin. Nga se prej jo besimtarëve nuk pranohet vepra e mirë. Andaj njeriu i cili agjëron do të jetë musliman e para. E dyta, do të jetë moshën madhore për të pas obligim. Fëmiu nuk e ka obligim që të agjërojë muajin e Ramazanit. Nëse agjëron shpërblehet Allahu xhalla xhelaluhu, përndryshe nuk e ka obligim që të agjërojë muajin e Ramazanit. Pra do të jetë në moshën madhore. E treta, do të jetë njeri i mençur. Të ketë vedije, mos jetë i çmendur, mos jetë njeri i cili për shembull ka pas mundje të madhe dhe i ka rrot fikta dhe nuk e din çka po bën. Jo, do të më pas mendjen që më bën njët agjërimin e tij. Po ashtu do të më pas mundësi apo aftësi shëndetësore. Jo të jetë njeri i shtyrë në moshë, të jetë njeri tepër i vjetër i cili s'ka mundësi të agjërojë. Jo të jetë për shembull i smur me ndonjë smundje tepër të rëndë. Jo të jetë grua e cila është në kohën e hajdit, që janë të përmuajshme të saj, apo në kohën e nifasit, që është koha periudha pas lindjes. Po ashtu, nga agjërimi lirohet, në këtë rast, edhe gruaja e cila është me barë, e cila është tazan, e po ashtu edhe gruaja e cila është gjithënse. Edhe kjo ka mundësi që të mos agjëroj për dy shkaqe. Për shëndetin e saj, fillimisht, apo edhe për shëndetin e fetusit që e ka në bark, apo fëmijë të foshnjës të cilën e ka lindë nëse është gjithënse. Por se këtu dallon gjykimi saj përket shpagimit. Nëse një grua e prish agjërimin e saj në Ramazan për shkak të shëndetit saj, e dëmton ose friksohet që do ta dëmtojnë nëse agjeron, atëherë veç e bën kaza këtë ditë jashtë Ramazanit. Agjeron një ditë vend kësaj edhe me kaq mjaftohet. Ndërsa nëse e prish agjërimin për shkak të fetusit apo të foshnjës, atëherë ajo e ka për obligim edhe ta paguaj një shpagim, e që është agjërimi i një njeriu, e që është, domethënë, ushqimi i një njeriu për secilën ditë që nuk e ka agjëruar. Dhe e fundit njeriu do të jetë vendas, që ta ketë obligim agjërimin, do të jetë vendas, për shkak se musafiri nuk e ka obligim agjërimin. Në vazhdim Allahu xhalla xhelaluhu i tregon këto dy përjashtime të fundit, thot wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kush do prej jush që është udhëtar apo është i semur, ka mundësi që ta kompenzoj edhe i lejohet kjo dhe është e pëlqyeshme që t'i kompenzoj jashtë Ramazanit. Sa i përket udhëtarit dhe çështjes se a është më mirë që njeriu kur është në udhëtim të agjëroj apo të mos agjëroj, fillimisht do ta dimë që njeriu i cili është udhëtar i lejohet me pajtimin e krejt dietarëve që të mos agjëroj. Ndërsa a është më mirë mos më agjëru apo është më mirë më agjëru, këtu kanë dietar divergjenca, e kjo kthehet te secili njeri, nëse e shet që e ka të lehtë mos më agjëru dhe don me praktiku sunetin, me prish agjërimin gjatë udhëtimit, i lejohet kjo, sidomos kur e din që ka mundësi me bë kaza mas Ramazanit. Ndërsa për njerëz që e dinë që i vjen shumë vështirë kur të kryhet Ramazani me agjëru, për këtë është më mirë që ta agjërojnë Ramazan edhe nëse janë udhëtar, për shkak që mos ta ngarkojnë veten e tyre pas Ramazanit. Edhe për krejt këto Allahu xhalla xhelaluhu thot yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Krejt këto gjykime Allahu xhalla xhelaluhu i ka bë për juve, për shkak se juve u don të mirën, u don lehtësimin dhe nuk u don vështirësimin. Sigur të kishin obligative që njeriu i cili është i shtyrë në moshë me agjëru, që kishin vështirësi për të. Edhe udhëtari, nëse kishin obliguar për të, e kish lodhur dhe kish rënduar dhe kish munduar shumë. Edhe gruaja e cila është e smutë, e cila është ngjidhani ose gruaja e cila është shtatzan. Po yuridu Allahu bikumul yusr, Allahu xhalla xhelalu dëshiron që t'u lehtësoj juve. Wala yuridu bikumul usr, dhe nuk dëshiron që t'ju mundoj juve. E kjo është rregulla Allahu xhalla xhelaluhu mbi cilën është ngrit edhe Kur'ani dhe Suneti. Thot Allahu xhalla wa ala në surën
al-Hajj, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Nuk ka bërë për juve në fej, në din, Allahu Gjelle Gjelaluhu, ngarkesa. As edhe një ngarkesë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e dën lehtësimin dhe nuk e dën ngarkesën apo vështirësinë. E njëjta edhe në surën An-Nisa, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allahu Gjelle Gjelaluhu dëshiron që t'ua lehtësoj çështjet juve. Pastaj përmbyll këtë ajet duke thënë walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Thot se këtë Ramazan njeriu do ta plotësoj, do t'i plotësoj ditët e tij deri në fund. Nëse është vendas edhe me shëndet mirë, agjeron Ramazan në plot 29 ditë ose 30 ditë, një pas një edhe e plotëson urdhrin e Allahut Xhella Xhelaluhu. Nëse ai ushqehet për shkaqe që i përmendëm, nëse është i smut apo thara se diçka e ngjashme, prapse ka obligim që me plotësu. Nëse ka pas 29 ditë, çaj ditë se kanë met, i agjeron jashtë Ramazanit. Njëjtë edhe nëse ka pas 30 ditë. E po ashtu edhe ai i cili s'ka mundësi, plaku i vjetër për shembull, s'ka mundësi hiç me agjeru, edhe ai ka obligim me plotësu Ramazanin e tij. Në çfarë mënyre? Duke e pagu fidjen, shpagimin, duke e ushqyer për çdo ditë të mos agjeruar nga një të varfër. Walitukabbirullaah, pastaj Allah kërkon prej neve që ta bëjmë atë tekbir. Të themi Allahu Akbar. Kur pas Ramazanit, pasi që të plotësohen ditët e agjeruara. E kjo është një sunet i cili fillon me hyrjen e muajit Shawwal. Kur kryhet Ramazani dhe vjen tash akshami, bëhet muaji Shawwal, këtu njeriu do të më fillojë dhe me bëj tekbir sa më shumë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Deri në kohën e sabat, pastaj kur të falet namazi sabat me xhamat, edhe me musliman përgjithësi, kur dalin dhe mbledhen krejt bashkë. Pse me bëj tekbir Allahun? Nga se Allahu Xhella Xhelaluhu na ka udhëzuar dhe na ka mundsuar që me agjeru këtë muaj deri në fund. Wa la'allakum tashkurun, dhe që të bëhet shkak ky Ramazan që ju ta shtoni falënderimin e Allahut te baraka wa taala. Siç po e shehni, Allahu Xhella Xhelaluhu pas këtij adhurimi madhështor kërkon prej neve që ta përmendim atë. E kërkon dhikrin, e kërkon falënderimin. E kjo kërkohet shpesh prej Allahu Xhella Xhelaluhu, edhe pas adhurimeve tjera, jo vetëm pas agjerimit, po edhe pas namazit për shembull. Allahu Xhella Xhelaluhu kur flet në surën An-Nisa për namazin gjatë luftës, thot: "Fa idha qadaytumus-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Kur ta përfundoni namazin e frikës, namazin në luftë, pas namazit përkujtojeni Allahun Xhella Xhelaluhu duke qenë në këmbë, ulur, po edhe shtrirë në krah. U thonë mas një obligimit madhështor, me një vend shumë të rrezikshëm, ku është njeri ose për jetë ose për vdekje, kërkohet përmendja Allahu Xhella Xhelaluhu. Njëjta në surën Al-Jumu'a, sa i përket xumas. Thot Allahu Xhella wa Ala: "Fa idha qudiyatis-salatu fantashiru fil-ard." Kur të kryhet namazi i xumas, shpërndani nëpër tokë. "Wabtaghu min fadlillah." Edhe kërkoni prej mirësisë së Allahut. Ktheuni në tijaretet që keni pas, ktheuni në punën ku keni pas. Po edhe pse po ktheheni në vendet tuaja, edhe pse po ktheheni në punë, edhe pse po ktheheni në biznes, prapse Allahu Xhalla wa Ala thot: "Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." Përmendeni Allahun shumë. Edhe në vend punës, edhe kudo që është njeriu, kërkohet prej tij që ta përmend Allahun Xhalla Xhelaluhu shumë në mënyrë që të shpëtojë. E njëjta është edhe sa i përket haxhit. Në surën Al-Baqara thot Allahu Xhalla wa Ala: "Fa idha qadaytum manasikakum." Kur ta kryeni haxhin, procedurat e haxhit, çka më bë? "Fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra." Përmendeni Allahun, atë sa i keni përmendur baballarët tuaj, duke lavdruar me ta, edhe më shumë. Do thonë mas çdo adhurimi është sunet që të përmendet Allahu Xhella Xhelaluhu, është e kërkuar. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma thot: "Nuk e kena ditë përfundimin e namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur u fal në xhami, kur e ka fal farzin bashkë me besimtarët. Atë s'ka pas mikrofona, s'ka pas përçus xherit. Thot çysh e kena ditë që ka përfunduar namazi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej tekbireve të njerëzve. Kur kanë jep selam, kanë përkujtuar Allahun Xhella Xhelaluhu. E çështë edhe prej sunetit që të bëhet dhikri me zë. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah wahdahu. Krejt këto dhikret që thuhen mas namazit, është sunet që të bëhen një pjesë e tyne me zë të lartë, po jo bashkarisht, secili për veten e tij. Në ajetin vazhdim, Allahu xhalla xjalaluhu e përmend duan, edhe e përmend në diçka e cila në pamje të jashtme nuk lidhet drejt për drejt me agjerimin, e cila realisht lidhet shumë me agjerimin. Thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur të pyesin ty o Muhammed njerëzit për mua, le të dinë që unë jam afër. Pse ka zbrit ky ajet? Kanë shku dhe njerëz për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë: "E qaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih?" E kanë pyet Allahu jon, Zoti jon, a është afër e ta thrasim me Zot vogël, apo është larg e ta ngrisim zërin e ta thrasim me Zot nalt? Allahu xhalla wa ala këtu ka zbrit: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni", kur të pyesin ty o Muhammed robërit e mi, edhe këtu i kanë nderuar, ka thonë rob të Allahut. Kur të pyesin për mua, thuaj se un jam afër. Siç thotë edhe Salih alayhi salam surën Hud, i thot popullit të tij: "Inna rabbi qaribun mujib." Me të vërtetë Zoti im është afër edhe i përgjigjet lutjes. Inna rabbi qaribun mujib. Allahu xhalla xjalaluhu është afër edhe i përgjigjet lutjes. E kjo lutje do ta dim që është dy lloje. I thonë dua mas'ala edhe dua ibada. Lutja është dy lloje. Ose është dua e kërkesës, ose është dua e adhurimit. Duaja e kërkesës është ajo kur njeriu ka nevojë për diçka, i ngrit durët e tij ose lutet në sejdë, ose ngrit gishtin e tij dhe lut Allahun për atë nevojën që e ka. Kjo është çka e bëjmë krejt na, edhe që e dim. Ndërsa duaja tjetër, duaja e ibadetit edhe adhurimit, është kërkesa që na ja bëjmë nashta jo drejt për drejt Allahu te bareke ve teala përmes adhurimeve tona. Nga se ne adhurimin e bëjmë për disa shkaqe, që Allahu të jetë i kënaqur me neve. Kjo është kërkesë veti. E bëjmë një adhurim që Allahu xhalla xjalalu na mundësoj me pa ato në xhenet. Edhe kjo është kërkesë veti. E bëjmë një adhurim për shkak se dojna me hyrë në xhenet. Edhe kjo është kërkesë në veti. Pra duaja ndahet në këto dy lloje. E po ashtu edhe afërsia e Allahu xhalla xjalaluhu, që u përmend që ka thonë kur të pyesin ata ty, thuaj un jam afër. Kjo afërsi ndahet edhe kjo në dy pjesa apo në dy lloje. Afërsia e përgjithshme e Allahu xhalla xjalaluhu e që është shikimi i tij i përsosur, dëgjimi i tij i përsosur. Po ashtu dituria e tij e përsosur. Allahu xhalla xjalaluhu është afër njerëzve me diturinë dhe shikimin dhe dëgjimin e tij. Kjo është për krejt njerëz. Ndërsa është një afërsi tjetër e veçantë, e cila është për robët e Allahut, që janë të sinqertë edhe dashur tek Ai, e që është afërsia përmes përgjigjes, përmes ndihmës, përmes dhënies së suksesit për ata njerëz që adhurojnë Allahun te baraka wa taala. Njeri kur është në zër të madh dhe ngajle të mëdha edhe në probleme të mëdha, Allahu xhalla xjalaluhu është me ta nëse është besimtar i mirë dhe i bindet Allahut te baraka wa taala. E ne e dim që kur e thrasim edhe lusim Allahun xhalla xjalaluhu, fillimisht jemi në ibadet. Se të thotë njëri arab edhe i ngrit durt, është në ibadet. Edhe nuk ka mundësi që ai njeri me humb diçka. Ai prej këtu është në fitim. E para është në ibadet, është duke adhuruar Zotin e tij. Edhe e dyta, patjetër që ajo dua kam ju pranu. Kam ju përgjigj Allahu xhalla xjalaluhu në një prej tre mënyrave. E para është që Allahu xhalla uala t'ia jep kërkesën e tij. Ato që kërkon Allahu xhalla xjalaluhu ja pranon edhe jep atë kërkesë. E dyta është që nëse i vonohet ajo kërkesë e tij, rezultati i duas i vonohet, Allahu xhalla xjalaluhu e ruan për ta këtë dua për ditën e gjykimit. Edhe i përgjigjet në ditën e gjykimit. Nderon edhe lartëson ditën e gjykimit si shkak i duas që ka bë në dynjë. Edhe e treta, ka mundësi që Allahu xhalla xjalaluhu përmes asaj duas në cilën nuk është përgjigj në dynjë, me ta larguar një fatkeqësi shumë të madhe që ka qenë duke të ardhur. Njeriu ngutet edhe thotë Allahu xhalla uala nuk më përgjigj. Po nuk e din që Allahu xhalla uala ka mundësi që ju ka përgjigjë dhe ka larguar disa bela dhe sprova dhe fatkeqësi, të cilat kanë qenë duke i
ardhur, ju kanë afruar shumë veç sa si kanë ardhur. Allahu xhallahu ala përmes duas që ka bëu për krejt diçka tjetër, ja ka larguar ato fatkeqësi. Vazhdim thot Allahu falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kërkon prej neve diçka. Thot ata njerëz le të më përgjigjen mua. Robërit e mi të cilët mlusin, le të më përgjigjen në urdhrat e mi. Wal yu'minu bi, edhe le të besojnë me bindjen të plot në Allahun te baraka wa ta'ala. Nga se përmes kësaj thot la'allahum yarshudun, i udhëzon Allahu xhalla xhelaluhu përmes përgjigjes dhe imanit ndaj tij. Çka i bën kë? Allahu xhalla wa ala kur njeriu ka besim të edhe bindet në urdhrat e tij dhe bindet në librin e tij dhe në sunetin e tij, kjo i ndihmon që të arrijë diturinë e dobishme. E dituria e dobishme është vetë udhëzimi. Thot Allahu xhalla wa ala në surën Al-Baqara: "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Kush dëshiron me mësu Allahu ata diçka, thot friksojeni Allahut dhe Allahu xhalla wa ala ja mundson juve që me mësu diçka. Përfitoni diçka prej diturisë dhe udhëzimit. Po ashtu në surën Al-Anfal thot ja ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Nëse ju i friksoni Allahu xhalla xhelaluhu, Allahu ju mundson juve me dallu të mirën prej të keqes. E ku ka më mirë, ku ka udhëzim më të mirë dhe dituri më të dobishme se sa Allah me të mundsu me pa të keqen edhe me di që është e keqe, edhe me pa të mirën edhe me di që është e mirë. Ku ka më mirë se sa Allah xhallahu ala me ta çel zemrën dhe me t'i mundsu këto mirësi. E këto arrihen përmes imanit në Allahun, bindjes ndaj tij edhe ndaj urdhrave të tij të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe në ajetin e fundit që ka të bëjë me agjerimin, Allahu xhalla xhelaluhu i përmbyll domethënë këtë temë duke i përmendur disa gjykime që kanë të bëjnë me marrëdhëniet intime mes bashkëshortëve në Ramazan. Po ashtu e përmend edhe kohën e cila ka të bëjë me syfyrën dhe me iftarin, kohën e fillimit dhe mbarimit të agjërimit, dhe po ashtu i përmend disa rregulla apo gjykime që kanë të bëjnë me itikafin. El-i'tikaf që është mbyllja në xhami në 10 e fundit të Ramazanit për adhurimin Allahut te bareke ve teala, shkputja prej dynjas. Flet Allahu xhallahu ala për këto 3 gjëra në ajetin e fundit. Thot uhilla lakum lejlat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Gjatë natëve të Ramazanit ju lejohet juve afrimi me gratë tuaja, marrëdhëniet intime. Pse Allahu xhallahu ala na tregon që kjo lejohet gjatë natëve të Ramazanit? Për shkak se në periudhën apo në fazën e parë kur është bë obligim agjërimi, nuk ka qenë marrëdhënie intime e lejuar pas namazit yatsis apo pas xhumit. Nëse dikon e ka nxon xhumin natën mas akşamit, edhe u zgju dikur, për shembull në orën 2 ose 3 para se marrë koha e sabat, nuk i është lejuar atij që të bëjë marrëdhënie intime me gratë e tij. E pastaj Allahu xhalla xhelalu ka leju këto. Edhe me këto ja u ka lehtësuar besimtarëve. E shohim edhe në vejm se çka thot Allahu xhalla wa ala. Hunne libasun lakum wa antum libasun lahun. Thot që gratë për burrat edhe burrat për gratë janë sikurse rroba, sikurse petk, sikurse mbulesë, prehje që e gjejnë tek njëri tjetri. Gruaja për burrin, po dhe burri për gruan e tij është ndalim prej haramit. Një burr i cili nuk ka grua dhe një grua e cila nuk ka burr, shumë më lehtë e ka me rënë haram se sa ata që janë të martuar. Nga sa Allahu xhalla xhelalu thotë që ka kriju për njëri tjetrin. Dhe ka bo sikurse mbulesë edhe tesh edhe petk, ka bo njerëz të afërt. Alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Këto Allah na tregon që disa prej sahabive e kanë mashtruar veten e tyre dhe kanë bërë një gabim në fillim kur u bë obligim Ramazani. Ju kanë afruar grave tyne edhe pas namazit yatsis, kur ka qenë ndaluar. Edhe pas xhumit që kanë bërë, për shembull nëse janë qenë dikur natën, ju kanë afruar grave tyne dhe kanë bërë marrëdhënie intime me to. Thot Allahu alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah ka ditë që jo nuk keni pas mundësi me u përmbajt, edhe keni mashtruar veten tuaj. Fataba alaykum wa afa ankum, wa ka pranuar pendimin dhe wa ka falur gabimin. Fal'ana bashiruhun. U drejtohet Allah sahabive tash, edhe njerëzën përgjithësi u thot, tani e keni të lejuar që të keni marrëdhënie intime me gratë tuaja gjatë natës së Ramazanit deri në kohën e fundit para namazit të sabat.
Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Dhe përmes këtyre marrëdhënieve intime, kërkoni prej Allahu xhalla xhelalu atë të cilën Allahu ua ka caktuar dhe ua ka ndarë juve. E që janë për qëllim fëmijët. Kërkoni prej Allahu xhalla wa ala t'ju furnizon me fëmijë. Nga sa ata janë kënaqësia e kësaj bote, el-malu wal-banun, zinatul hayatid dunya, siç thot Allahu xhalla wa ala në surën Al-Kahf, pasuria edhe fëmijët janë kënaqësia, bukuria e kësaj bote. Prandaj Allahu thot kërkoni përmes këtyre marrëdhënieve intime fëmijë të hajrit, edhe gjithashtu largojeni epshin secili bashkë prej vetes së tij. Pastaj thot Allahu xhalla wa ala wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani dhe pini derisa të dallohet drita e mëngjesit prej errësirës së natës. E që është për qëllim koha kur hin namazi sabah, deri atëherë lejohet ngrënia dhe pirja dhe afrimi tek bashkëshortja apo bashkëshortja. Prej kësaj pjesë të ajetit i përfitojmë disa përfitime. Ndërto, përfitojmë se deri kur lejohet ushqimi, pija dhe marrëdhëniet intime. Prej kësaj kuptojmë që lejohet e gjithë kjo deri në fillimin e kohës së namazit të sabahut. Deri në fundin e kohës së syfyrit. Janë të lejuar këto gjëra. Aty fillon pastaj ndalesa. Po ashtu e kuptojmë se syfyri është sunet hat, nga sa Allah vetë po na thot wa kulu washrabu, hani dhe pini deri në atë kohë. Po ashtu e kuptojmë që vonimi i syfyrit është i pëlqyeshëm, nga sa Allah po na thot hani dhe pini deri në atë kohë, derisa të hin sabah. E po ashtu përfitojmë që lejohet që njeriu në Ramazan të zëj namazin sabah duke qenë i papastër gjunub. Nga se nëse lejohet ngrënia dhe pirja deri në sabah, lejohet edhe marrëdhënia intime. Edhe kjo ka ndodhur edhe pejgamberit ton sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, thumma atimmu as-siyama ila al-layl. E pastaj Allah na tregon edhe pjesën e fundit deri kur duhet të agjërojmë. Plotësoni thot agjërimin tuaj deri në kohën e natës, derisa të vjen namazi i akşamit, aty përfundon dita e agjërimit. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi al-masajid. Dhe mos bëni marrëdhënie me gratë tuaja, edhe këto është tash një gjykim tjetër, duke qenë në i'tikaf, duke qenë i mbyllur në xhami për ibadet. Në ato kohë nuk lejohet që me dal njeriu prej i'tikafit dhe me shkuën në shtëpi vet me pas marrëdhënie intime me gratë e tij. Kjo është ndaluar, edhe e prish i'tikafin, edhe nuk i llogaritet pastaj ai i'tikaf, nuk mundet me vazhdu. Që me qenë i plot, domethënë 10 ditë. Prej kësaj pjesë të ajetit përfitojmë që nuk lejohet marrëdhënia intime për atë që bën itikaf, po ashtu se itikafi është sunet edhe i pëlqyeshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu itikaf në 10-shën e fundit. Edhe për neve është e pëlqyeshme edhe sunet që të largohemi dhe ndahemi pak prej çështjeve dynjas, edhe të vetmohemi me Zotin ton, me Allahun xhalla xhelalu, i cili na ka krijuar për këtë arsye. Wa ma khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun, surën Adh-Dhariyat. Nuk i kam krijuar as e gjente as njerëz për diçka tjetër, vetëm se të më adhurojnë mua. Për atë arsye edhe njeriu ndihet i qetë dhe mirë, edhe i pushueshëm në Ramazan, për shkak se jeton për atë shkakun për cilin është kriju. Po ashtu itikafi duhet bëhet në një xhami në të cilën falen namazet. Asa Allah ka thonë wa antum aakifuna fi al-masajid, jeni duke bërë itikaf në xhami, në vend ku falen besimtarët, falen namazet ditore. Dhe po ashtu përfitojmë që marrëdhëniet intime e prishin itikafin atij që është në itikaf. E këtu vlen përmendet që dietarët thonë që në 10-shën e fundit, edhe nëse njeri nuk hyn në itikaf, s'ka mundësi për shembull me hyn në itikaf, është e pëlqyeshme që të largohet prej familjes vet, prej marrëdhënieve intime. Me çfarë shkaku? Që të adhuroj Allahun te bareke u teala, ta shtoj adhurimin. Nga se njeriu humb kohë e cila është tepër e shtretë, e cila nuk kthehet pastaj prap. E ka atë kohë veç në 10 natë të fundit, ndërsa gruan e ka inshallah gjithë. Për këtë arsye është më mirë që njeriu në 10 natë të fundit gjatë natës më marr sa më shumë që ka mundësi me ibadet. Transmeton Imam Buhariu një hadith prej Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr,
tregon gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 netët e fundit të Ramazanit? Thot shadda mizarahu, i shtrëngonte rrobat e tij. Kjo aludon që është largu prej grave të tij, s'ka pas marrëdhënie intime, po edhe ka marrë seriozisht këtë 10 të fundit. U përkushtu tepër shumë në ibadet. Shadda mizarahu wa ahya laylahu, dhe po ashtu e gjallëronte natën e tij. Çdo natë ka qenë e gjallëruar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ibadet. Po këto natë specifikisht i gjallëronte këto natë me shumë namaz, edhe me shumë dhikr, me shumë Kur'an, me shumë përmendje të Allahut xhalla xjalaluhu, wa ayqadha ahlihi, dhe gjithashtu e zgjonte edhe familjen e tij. Nuk ka dashur me përfitu te Allahu azza xhalla vetë. Po ka dashur edhe njerëz të tij të afërt, u çuo edhe me u bind Allahu xhalla xjalaluhu, ma adhuru Allahun tebaraka wa ta'ala. Në përfundim të ajetit thot Allahu subhanahu wa ta'ala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Këta janë kufit e Allahut, cilët i ka vendosur. Fala taqrabuha, mos ju afroni atyre. Nuk ka thonë mos i tejkaloni dhe mos i shkelni, po ka thonë as mos ju afroni kufive të Allahut xhalla xhelalu. Për shkak se janë të shenjtë kufit e Allahut, gjykimi i Allahut, Kur'ani, Suneti. Këto janë gjëra të shenjta të cilat Allahu azza xhali ka vendosur, nuk lejohet as me u afrua aty. Se njeri i cili afrohet dikon edhe bjen. Për këtë arsye Allah thot as mos u afroni, se nëse afroni ka mundësi që me ra në ato gropa dhe në ato humnera të mëdha. Kedhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Kështu thot Allahu xhalla xhelaluhu, u shpjegon njerëzve, u qartëson njerëzve argumentet e tij, ajetet e tij, gjykimet e tij, vlerat e fesë së tij, me çfarë shkaku? Thot la'allahum yattaqun, në mënyrë që ata të arrijnë devotshmërinë. Shikoni, i gjithë agjerimi dhe ajetet e agjerimit lidhen me takvallëkun dhe devotshmërinë. Në ajetin e parë, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Krejt agjerimi u bë obligim që ju më arrit takvallëkun, devotshmërinë te Allahu azza wa jalla. Edhe njëjta në fund Allahu thot, kështu Allahu juve ja u qartëson gjykimet e tij, Kur'anin, Sunetin, gjithçka që ka të bëjë me fe, la'allahum yattaqun, në mënyrë që njerëzit bëhen devotshëm dhe të arrijnë takvallëkun e Allahut te baraka wa ta'ala. Lusim Allahun xhalla xjalaluhu na mundsoj që të kemi dobi për kësaj çfarë është thënë. Lusim Allahun xhalla wa ala që të arrijmë namazin e Bajramit me gjunohat të falura. Lusim Allahun xhalla wa ala të na mundsoj që ta pasojmë dëngësisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me kaq po përfundojmë, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.